Më pas, relacioni u paraqit në Kongresin e Këshillimit në Genetik nga Klinika dhe Laboratori më 19 qershor 2006, i promovuar nga profesori Matteo Della Monica. Detyra që më është besuar ishte roli i ginekologut në diagnostikimin prenatal. Gjatë 50 viteve të fundit, diagnostikimi prenatal invaziv ka pësuar një evolucion të jashtëzakonshëm, duke filluar që nga studimet e para mbi kromozomet fetale dhe mundësinë e diagnostikimit invaziv deri te testi i ADN-s së lirë qarkulluese. Siç mund ta shohim edhe nga kjo kronologji, gjithçka fillon në vitin 1956, që është viti i zbulimit të kariotipit njerëzor, për të arritur tashmë te pikërisht 50 vjet më parë u krye ekzaminimi i parë diagnostik invaziv përmes amniocentezës, më pas evoluimi i kësaj metode në mënyrë të hershme me villocentezën deri te zbulimi i ADN-s së lirë qarkulluese fetale në gjakun e nënës. Dhe mbi të gjitha, te përgatitja dhe komercializimi i testeve të dedikuara për diagnostikim dhe të njohja ADN-s së lirë qarkulluese për të arritur më tej nga një këndvështrim nga diagnostika invazive te metodat UE, ES dhe UE, GS, pra thellime që mundsojnë studimin e egzomës dhe gjenomës, të cilat mund të përdoren edhe në praktikën klinike. Në fakt, megjithatë, duhet të sqarojnë disa gjëra, sepse evolucioni i këtyre testeve duhet të integrohet brenda një procesi shumë më kompleks, që merr parasysh edhe ato që është ekzaminimi diagnostik me ultratinguj, i cili mbetet gjithmonë një moment thelbësor që duhet integruar me kërkimin gjenetik. Me kalimin e kohës, evolucioni i studimit të ADN-s fetale të lirë qarkulluese ka arritur të ketë performanca diagnostike shumë të larta, me ndjeshmëri dhe specifik. Për trisomi 13, 18 e 21 është mbi 99%, por edhe për monosomin X ose për një sër mikrodelecionesh, të cilat megjithatë ka një ndjeshmëri padyshim më të ulët, edhe pse një specifik të mirë. Problemi lind kur ne bëjmë këshillimin për pacientët në lidhje me këto teste, sepse dihet të sqarojmë që gjithsesi bëhet fjalë për teste skrinimi dhe jo për teste diagnostike, dhe se në rast se rezultati i testit është pozitiv, pra një test me rrezik të lartë, kërkohet gjithsesi një procedurë invazive kontrolli. Sepse ADN fetale e lirë që qarkullon jep informacione në të vërtetë për ADN fetale, por edhe për ADN me origjinë nga placenta. Dhe fatkeqësisht për momentin ende nuk ka mundësi për të kryer një diagnozë. Le të themi, nuk mund të bëhet një dallim i qartë se çfarë lloj qelize po studiohet. Dhe pikërisht për këtë arsye, kjo shpjegon nevojën për konfirmim me një ekzaminim invaziv. Nga të dhënat e paraqitura në tabelën e mëparshme, shohim gjithashtu diçka të pranishme në literaturë, ku shkalla e zbulimit për këto kushte përmes NIPT, siç mund ta shihni, mbetet jashtëzakonisht e lantë për trizomin. Për trisomin 21, për 18, 13, monosomin X, këto përqindje priren të jenë pak më të ulta krahasuar me ato të raportuara nga vlerësimet laboratorike, ndërsa për mikrodeletimet, siç tham, qëndrojnë bref kësaj vlere. Rreth 80%, me një vlerë parashikuese pozitive që ndryshon në varësi të rrezikut paraprak. Dhe është e rëndësishme të theksohet si nga ginekologu, ashtu edhe nga gjenetisti, që më pas merret me diagnostikimin, këshillimin para testit për pacientët. Të ndërgjegjësohet çifti për këto të dhëna. Sigurisht, me terma të thjeshtë dhe të kuptueshëm për të gjithë popullsinë. Siç thash më parë, fatkeqësisht zbatimi i këtij lloji testi ka çuar në zhdukjen dhe humbjen. Një moment përkundrazi thelbësor është ai i skriningut për kromozomopatit në 3 mujorin e parë, në kuptimin që e dim shumë mirë që translucenca nukala është një ekografi që ka lindur bashkë me testin e kombinuar për vlerësimin e skriningut të anomalive kromozomike. Por, në fakt, pikërisht me ardhjen e NIPT-it, kjo ekografi ndoshta e ka reduktuar pak këtë lloj. Ky lloj angazhimi nga ana e këtij testi është të reduktuar pak, por në të vërtetë ka marrë një vlerë edhe më të rëndësishme, atë të fillimit të studimit dhe kërkimit të anomalisë të mundshme.
Kjo falë sigurisht përmirësimit të pajisjeve ekografike, por edhe aftësive të vetë operatorëve. Në vitin 2023, Shoqata Italiane e Ginekologjisë dhe Obstetrikës publikon udhëzimet faleminderit mbi diagnostikimin prenatal, invaziv dhe jo invaziv të ndarë bashkë me Siniqat, ku përcaktohet një algoritëm i saktë i skriningut të tremujorit të parë, i cili konsiston në integrimin e ekografish, testit duo, pra testeve biokimike, të cilave në varësi të rrezikut të përfituar, ushtohet mundësia për të kryer ose jo testin e ADN-s fetale. Të gjitha pacientët duhet të jenë të skrinuara midis javës së 11 dhe 13 javë e 6 ditë. Me translucencën nukale, pra vlerësimin e translucencës, eventualisht të dhënave shtesë, matjen e CRR-s dhe testin biokimik dhe, në varësi të rezultatit të testit biokimik, pra rrezik i ulët, i ndërmjetëm ose i lartë, të propozohet ndjekja e hapave të mëtejshëm. Për rrezik të ulët, mjafton ndjekja me eko, pra ajo që kërkohet nga udhëzimet, ose e gjithsesi zgjedhja për të ndjekur thellimet mëtejshme mbetet në dorën e pacientet. Rreziku i ndërmjetëm është midis 1/51 dhe 1/1000, le të themi. I propozohet pacientes kryerja analizës së ADN-s fetale në rast të rrezikut të lartë mbi 1/50. Sigurisht që duhet propozohet një teknikë invazive, direkte. Dhe, në varësi të asaj që shohim në ekografi, të drejtojmë gjenetistin në kryerjen e thellimeve të mëtejshme që mund të jenë sigurisht RA. Siç kërkohen nga SICU, por edhe studimi i rasopative, ose i paneleve specifike në varësi të asaj që gjejmë me ekografin. Pra, translucenca nukale në të vërtetë mbetet një ekografi thelbësore që duhet të ofrohet pacienteve. Dhe jo të themi ka bojkotojmë në favor të testit të ADN-s fetale. Sa i përket, më saktësisht, indikacioneve për teknikat invazive, të kujtojmë që në të kaluarën i referoheshim asaj që ishte dekreti Bindi për pjesëmarrje në nga shpenzimet shëndetësore të Ministrisë për ekzaminimin invaziv në rastin e një rreziku më të lartë se 1/250, zbulimi i anomalive fetale në ekografi, fëmijë ose fetus i mëparshëm i prekur nga patologji kromozomike. Sot në fakt, këto indikacione janë tekaluar nga udhëzimet e publikuara në vitin 2017, ku, për shembull, mosha nuk konsiderohet më një faktor rreziku për kryerjen e ekzaminimit invaziv. Me disa dallime në dekretet zbatuese të kësaj ideje por disa rajone italiane. Sigurisht, këtu flasim pak më specifikisht për gjenetikën. Çdo teknik ka padyshim avantazhet e veta dhe një sër kufizimesh. Sigurisht, sot asnjë ekzaminim nuk ndalet vetëm tek ai. Kariotipi klasik, domethënë studimi i aneuploidive dhe riorganizimeve të mëdha, por ka pikërisht siç janë udhëzimet e SIGUS-së. Nevoja, sidomos në rastet e anomalime kromozomale, për të vazhduar me studimin e mikroarrejt dhe, në disa raste, edhe me studimin e egzomës. Kufizimi sigurisht i kariotipit klasik është rezolucioni i ulët, pra vetëm riorganizimet e mëdha si dhe nevoja për të bërë kulturën. Me kalimin e kohës, natyrisht, janë përmirësuar teknikat, si për shembull qCPCR ose FISH, të cilat lejojnë vlerësimin e anomalive specifike të synuara. Si, për shembull, edhe mikrodelezioni e kromozomit 22 në mënyrë të shpejtë, por, pikërisht, kufizimi është se edhe këto nuk i shohin të gjitha patologjitë. Ndërsa me futjen e arrejve, makroarrejve ose mikroarrejve, kjo na lejon të vlerësojmë kopjet dhe ndryshimet e tyre, variacionet, mikrodelezionet, mikroduplikacionet me një ndjeshmëri të rezolucionit të studimit të gjenit nga 100 deri në 200 KB. Edhe këtu ka kufizime teknike laboratorike, siç është mungesa e zbulimit të mozaicizmave të balancuar, ndërsa për sa i përket studimit të egzomës, kjo aktualisht mbetet një vlerësim i kufizuar në kushte të veçanta. Sigurisht, si është përcicime, mundësia për të studiuar variantet monogjenike, më shumë se 5000 gjene mund studiohen. Problemi është procesi laboratorik, i cili zgjat 4 deri në 6 javë, prandaj është pak më i gjatë. Dhe sigurisht kjo ndikon në ato që janë kufizimet e lidhura me ligjin 194 të vitit 78. Dhe kufizimi tjetër është mundësia, sigurisht, që gjatë analizës të hasen tash të quajturat VOS, pra të dhëna me kuptim të pasigurt. Një tjetër kusht,
Sigurisht, është që gjithçka për të cilën kemi folur duhet gjithmonë të paraprihet nga një këshillim gjenetik i përshtatshëm dhe i plot. Ginekologu, i cili jep një sër të dhënash gjenetistit, nuk duhet të vendosë se cila është diagnoza, por duhet të vlerësojë të dhënat morfologjike, anomalit dhe t'ja raportojë ato gjenetistit, i cili pastaj do të jetë ai që do të vendosë se cili është paneli më i përshtatshëm për t'ia ofruar pacientes ose cili duhet të jetë hapi i radhës për fillim, ashtu siç ndodh shpesh në praktik, pra për shembull, negativiteti i një mikroarrej i shtyn gjenetistin të bëjë studimin e egzomës. Të mos harojmë që egzoma, edhe pse mund të shohë më shumë se 5.000 gjene, në të vërtet mbulon vetëm 2% të gjenomit, pra një pjesë mjaft të kufizuar. Sidomos, sigurisht, me rritjen e ndjeshmërisë së përgjigjes diagnostike. Rritet kompleksiteti i këshillimit për shkak të gjetjeve rastësore ose pikërisht përgjetjen e kushteve që kanë kuptim të pasigurt. Siç thoshim, në kuadër të këtij procesi, hapi që theksohet nga udhëzimet, po jo vetëm ato të SIG-s, por edhe këto, për shembull, të marra nga konsensusi i SUOG-ut, pra i shoqatës ndërkombëtare të ekografisë në ginekologji dhe obstetrik. Të gjitha pacientët duhet të fillojnë, siç thamë, me screeningun e kombinuar. Në rast të rrezikut të ulët, të ofrohet vetëm kontrolli ekografik, siç përcaktohet në udhëzimet, në rast të rrezikut të lartë ose të një anomalie ekografike. Duhet propozojmë në varësi të asaj që kemi gjetur. Vilocenteza ose amniocenteza, pra vilocenteza deri në javën 13+6, amniocenteza pas javës së 16, sepse pas javës së 16 rritet natyrisht sasia e amniociteve që mund të merren dhe kështu lehtësohet disi edhe puna e gjenetistit. Dhe për këtë pastaj natyrisht UIFPCR i shpejt, kariotipi dhe RHCGH me mikro-RR. Siç thash, nëse këto nuk janë diagnostike, duhet të bëhet egzoma dhe egzoma në trio. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që bëhet marrja e mostrave edhe nga prindrit për të kuptuar nëse ndonjë anomali mund të jetë me origjinë prindërore. Gjithashtu për të orientuar atë që është këshillimi gjenetik pas testit, i cili është padyshim një aspekt jashtëzakonisht i rëndësishëm, ndoshta ai më i vështirë që duhet të kryejë gjenetisti vetë, i cili megjithatë, gjatë këshillimit gjenetik, mund të përfitojë edhe nga bashkëpunimi me vetë ginekologun ose me figura të tjera, siç mund të jetë kardiologu apo edhe neurologu, pediatri apo eva kirurgu pediatrik, sidomos në rastet e atyre gjendjeve që më pas shfaqen si sindroma të ndryshme që ndikojnë te fetusi. Shikoni pra pikërisht me këtë proces. Në disa hapa, diagnostikimet në veçori fetale, anomali ekografike dhe kariotip normal. Punuarit nga ana e gjenetistit me hapa, pra mikroarrej dhe egzoma, përmirëson natyrisht ndjeshmërinë dhe aftësinë diagnostikuese me 31%. Pra, nëse ne kufizohemi vetëm te mikroarrej, arrim të bëjmë 6% më shumë diagnoza. Por, nëse këto janë negative ose, sipas gjenetistit, nuk janë të mjaftueshme, shtimi i egzomës, që padyshim do të jetë e ardhmja e gjenetikët, marr një kapacitet diagnostikues rreth 31%. Sigurisht, zbulimi i ndryshimeve në egzom nuk është domosdoshmërisht i lidhur me një fenotip realisht patologjik. Për këtë arsye, siç thash më parë, është thelbësore integrimi i këshillimit gjenetik pas testit. Po sjellim një rast klinik për të treguar se si në të vërtetë ky punim me hapa, që përfshin ginekologun dhe genetistin, mund të çojë në një diagnozë. Pacientja është shtatzën për herë të parë, shtatzëni spontane, anamnezë personale dhe familjare negative, kryen një test screeningu të 3 mujorit parë me translucencë në rregull. Raportohet një diferencë biometrike në përmasat e CRL prej 4 ditësh. Në javën e 19 dhe 6 ditë, pacientja kryen një diagnozë morfologjike me diagnozë të vonesës së rëndë të rritjes, që prek veçanërisht barkun dhe gjymtyrët e poshtme, të cilat janë nën percentilin e 3. Gjithashtu, konstatohet zorë hiperekogjene, kalcifikime endoabdominale dhe një ndryshim në profilin e hundës së sheshtë. Ndërkohë, pacientja kishte kryer një test të ADN-s fetale me rrezik të ulët. Sigurisht, pacientja kryen një kariotip invaziv, ku përveç kariotipit, kryet edhe një RHC dhe gjithashtu një egzom në trio, pikërisht
NGS me sekuencat NGS me indikacione pikërisht për vonesë të hershme të rritjes, anomali strukturore në busil. Ndërkohë, pas 2 javësh, pacientja përsërit një kontroll ekografik dhe vërehet një përkeqësim i vonesës së rritjes. Dhe konstatohet një gisht i madh trefalamësh. Nga të dyja anët. Në fakt, duke parë më pas ekzaminimet e mëparshme, ekzaminimi i mëparshëm, pra ai kryer në javën e 20, edhe aty kishte një gisht të madh trefalangësh, por mbi të gjitha kishte shfaqje të një ndryshimi në tru. Dhe mungon zhvillimi i qarjeve si në murin oksipital, ashtu edhe në atë bilateral, me vetëm një zhvillim të vetëm të qarjes. Silviane, pacientja arrin në diagnozë molekulare dhe më pas vazhdon me ndërpregjen e shtatzënisë. Varianti patogenetik i vëzhguar është një mutacion i ACT1 në heterozigot, i cili në fakt ishte i pranishëm edhe te vetë nëna, por në formë simptomatike. Ekzaminimi autoptik çoi në vlerësimin edhe të pranisë së një anusi të papashkueshëm dhe konfirmoi anomalinë që prekte gishtin e madh të këndit në 2 anët. Mutacioni i përfshirë është i lidhur me një sindrom që quhet sindroma Taunus-Brooks, e cila është një gjendje shumë e rrallë, 1 në 250.000 lindje të gjalla, që ka transmetim autozomat dominant, por që mund të ketë një formë të penetrancës jo të plotë dhe shprehshmëri të ndryshueshme. Për këtë arsye, nëna nuk kishte asnjë manifestim dhe kjo sindrom shoqërohet është përcaktuar nga triada karakteristike klinike e malformimeve anorektale, e konfirmuar nga ekzaminimi autoptik dhe anomali të retinës, të veshit dhe anomali të gishtit të madh të dorës, të cilave mund të bashkëngjiten patologji të traktit urinar, dëgjimore ose edhe të dhemrës, të cilat në rastin e këtij individi nuk ishin të pranishme. Prandaj, shihni si ekografia i ka vënë sugjerime gjenetistit për të kryer hetime të mëtejshme. Egzoma në trio është një ekzaminim themelor për çrregullimet e rralla dhe sidomos për ato forma me penetrancë të paplotë. Natyrisht, kjo përbën gjithashtu një vështirësi në këshillim, sepse, për shembull, në rastin konkret, nëna kishte një grup plotësisht normal, nuk kishte asnjë anomali, gjë që fetusi e kishte. Çfarë mund të bëjmë sot? Sot, në fakt, siç tham, gjenetika po bën hapa gjigant, si për shembull edhe në vlerësimin e të ashtu quajturave screening për Bartosit, ku screening-et për Bartosit mundsojnë identifikimin e Bartose për fibrozën sistike, atrofia muskulove spinale, sindroma X i brisht, por edhe hemoglobinopatit apo neurofibromatozën. Zbatimi i këtyre testeve, ndoshta edhe gjatë shtatzënisë, paraqet gjithsesi disa vështirësi. Sepse, për shembull, një zbulim i mundshëm i bartësve të atrofisë muskulore spinale bën që, duke zbuluar në javën e 15, 16 apo 17, të çojë më pas në kryerjen e procedurave të tjera. Edhe tek partneri, nevoja për të nxituar për të arritur në diagnozë bën që, në mënyrë ideale, mundësia për të kryer një analizë për zgjerimin e screeningut të bartësve duhet të përfshijë periudhën para konceptimit, ose në çdo rast tremori i parë i shtatzënisë për forma të hershme. Ideale do t'ishte pikërisht në fazën para konceptimit, sidomos për ato patologji shumë të shpeshta, si për shembull fibrozat cistike, talasemia apo hemoglobinopatia. Qasja duhet jetë një qasje sekvenciale, duke përfshirë fillimisht gruan dhe, siç thash, në rast pozitiviteti, më pas edhe partnerin. Pse kjo? Sepse sigurisht ne mund të arrijmë në një diagnozë prenatale, invazive ose në rastin edhe më të mirë ideal të ekzaminimit para konceptimit, të mund të kryejmë për shembull një diagnozë para implantimi, pra një PMA, me përzgjedhjen le të themi të embrionit që nuk është i sëmur. Karakteristika e mundësisë për të kryer, le të themi këtë rrugtim progresiv të ndërgjegjshëm me carrier screening, nuk kërkon domosdoshmërisht që të ketë raste në familje, pra pozitivitet për shkak të historisë familjare, por pikërisht njohjen e drejtë për drejtë. Sigurisht, kjo hap një sër vështirësish, le të themi, të natyrës logjistike dhe të zhvillimit e të përhapjes së këtij lloji testi, sepse aktualisht këto teste janë, le të themi, të lidhura me shpenzimin direkt të çiftit. Prandaj do të duhet të ndryshonte paksa edhe politika shëndetësore. Shikoni, ky është numri i bartësve të fibrozës cistike për çdo 1000 individ, rreth 40 për çdo 1000 individ. E njëjta gjë vlen për atrofi muskulore spinale, 20 Ollix fragile, Tay-Sachs, të cilat janë gjendje të rëndësishme, sidomos për shembull nëse mendojmë për Tay-Sachs, X-link dhe X fragile.
Pikërisht. Prandaj, mundësia për ta ditur këtë para se të kesh një shtatzëni është padyshim shumë e rëndësishme. Një shënim për ato që janë variantet me kuptim të pasigurt, sidomos për sa i përket menaxhimit klinik dhe komunikimit me qiftin. Klasifikimi i varianteve me kuptim të pasigurt bëhet sipas varianteve. Me kuptim të padëmshëm, ndoshta të padëmshëm, të pasigurt, kuptim të mirëfillt, ndoshta gjenetike ose patogjenetike. Kjo klasifikim është mjaft i ndryshueshëm sepse, natyrisht, me avancimin dhe përparimin e vlerësimeve gjenetike, të studimeve gjenetike, disa nga këto vlerësime, disa nga këto kushte, këto VUS, mund të kalojnë nga një klasë në një tjetër. Për shembull, nga kuptimi i sigurt në ndoshta patogjenetike ose nga ndoshta benigne. Për këtë arsye, është e rëndësishme për ginekologun, në rast se haset një situatë e tillë, natyrisht të konsultohet me gjenetistin klinik dhe me gjenetistin e laboratorit. Për t'i ofruar qiftit së bashku me specialistët, sepse ata janë gjenetistët, dhe ai është personi kryesor që udhëheq këshillimin në këtë rast. Pra, duhet shpjeguar që nuk është një diagnozë, por është për momentin një rezultat jo përfundimtar që kërkon vlerësimin edhe të prindërve. Pra, studimet e segregimit familjar dhe planifikimin e rivlerësimeve. Në rast se një porsalindur lind me këto kushte në 6 deri 12 muajt e parë, sepse, siç u thash, këto klasifikime ndryshojnë. Pra, një variant, siç u thash, me kuptim të pasigurt, mund të bëhet një formë ndoshta benigne ose benigne, por gjithashtu mund të kalojë të kodifikohet për një gjendje patogjenetike, që pra kërkon më pas një sër vlerësimesh për këtë porsalindur. Është e rëndësishme bashkëpunimi i ngushtë me specialistin ginekolog që merret me diagnozën prenatale dhe genetistin klinik, por edhe me genetistin, po ashtu, le të themi, edhe gjenetisti i laboratorit. Sa i përket këshillimit, duhet të kujtojmë në thelb disa gjëra. Së pari, kur ne kryejmë një ekzaminim gjenomik prenatal, kemi natyrisht një ser të dhënas rastësore që nuk lidhen me kërkesën diagnostike. Për këtë arsye, është e rëndësishme që, siç ndodh tashmë, genetisti të kryejë një konsult para testit dhe më pas një konsult pas testit për të shpjeguar këto të dhëna. Sigurisht që është e drejta e çiftit të marrë të gjitha informacionet e plota, por kjo natyrisht nuk duhet ta shtyjë çiftin. Këshillimi gjenetik duhet të jetë një këshillim jo drejtues. Dhe ky është një fakt thelbësor si nga ana e gjenetistit, ashtu edhe nga ana e ginekologut. Natyrisht, problemi lind kur ne kryejmë një sër studimesh. Siç thash, sa më shumë t'i zgjerojmë, aq më shumë rriten mundësitë diagnostike, por kjo gjithashtu jep edhe indikacione për ato që janë sëmundje të caktuara. Me shfaqje të vonshme, le të mendojmë por Huntingtonin. Edhe kërkimi për vetë BRCA1 dhe 2, që natyrisht ka implitimet e veta. Sepse ne duhet të bëjmë këshillim për prindrit e një të porsalinduri, një fetusit porsalindur, dhe kështu ka një ndikim edhe në atë që do të jetë jeta e ardhshme e këtij porsalinduri. Dhe një tjetër fakt jashtëzakonisht i rëndësishëm është se fatkeqësisht jo të gjitha këto vlerësime dhe analiza gjenomike mund të kryhen me lehtësi të madhe në sektorin publik, ashtu siç nuk është e mundur përveç se në disa rajone të Italisë. Aktualisht, kryerja e analizës së ADN-s fetale si një ekzaminim i rimbursuar nga sistemi shëndetësor kombëtar nuk është e mundur dhe e njëjta gjë vlen edhe për analizat e tjera, ndaj kostoja e analizave gjenomike krijon pabarazi. Prandaj, duhet të ketë një politikë shëndetësore për akses universal për të gjitha llojet e testeve, njësoj për të gjitha rajonet e Italisë dhe për gjithë popullsinë, dhe kjo është padyshim një çështje jashtëzakonisht e rëndësishme. Dhe në fund, të mos harrojmë kur që kur ofrojmë një test, qoftë si ginekolog apo si genetist, duhet të bëjmë një këshillim para ekzaminimit. Për shembull, në rastin e ADN-s fetale, të shpjegojmë se aktualisht është testi më i mirë i skriningut për aneuploidit, por mbetet një test jo diagnostik që nuk zëvendëson ekzaminimet, as atë të 3 mujorit të parë, as ekografinë strukturore, dhe që është një ekzaminim që sado që mund të zhvillohet me një sër panelesh jashtëzakonisht të specializuara, nuk mund të bëjë diagnozë për patologji shumë të rralla. Në rast të një malformimi fetal, nuk është e mundur të ndalemi vetëm te kariotipi, por është e nevojshme të aplikohet dhe të studiohen RIT. Dhe nëse këto rezultojnë negativa,
Të zgjerohet studimi me kërkimin e egzomës fetale, veçanërisht në rastet e patologjive monogjenike. Dhe në këtë rast është thelbësore një këshillim multidisiplinar që përfshin edhe më shumë specialist, pra jo vetëm ginekologun dhe gjenetistin, por edhe, për shembull, kirurgun ose kardiologun. Të mos harrohem sigurisht që me aplikimin e këtyre metodave të fundit, pra këtyre next generation sekuencave, mundësia për të pasur gjetje rastësore me një farë domethënie rritet natyrisht në mënyrë të ndjeshme. Prandaj, çifti duhet përgatitet për këtë mundësi dhe natyrisht duhet ketë një protokoll të menaxhimit në gjenetisti që të jetë i përbashkët. Të mos harrojmë që këshillimi nga të gjithë operatorët e përfshirë duhet të jetë një këshillim jo direktiv, por i bazuar në evidencat përditësuara dhe i dokumentuar në një pëlqim të informuar të plotë.